Zonja dhe zotëri, mirë se vini në Klubin Sportiv. Unë jam Drilon Xhepollari dhe në minutat në vazhdim do t'jemi së bashku për cilë të kjo zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. FIFA ka dënuar Federatën Serbe të futbollit me mbylljen e 20% të kapacitetit të stadiumit për ndeshjen e ardhshme kundër Shqipërisë. Kështu sfida ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, e cila do të zhvillohet në stadiumin e Leskovaci, do t'jetë me 20% të kapacitetit të saj. Në këto kushte, në stadium do t'jenë vetëm 6.500 tifoz nga 8.136 që është kapaciteti i impjantit të Leskovacit. Ky vendim i FIFA-s vjen për shkak të incidenteve që ndodhen gjatë ndeshjes Serbia-Anglisht zhvilluar në shtator. Gjithashtu FIFA e ka dënuar Federatën Serbe edhe me gjobë me 80.000 franga zvicerane. Në rastën e një incidenti të radhës në ndeshjen me Shqipërinë, FIFA ka paralajmëruar Serbinë se do të ndëshkohet me masa më të rënda. Dënimi i Serbisë është një lajm i mirë për Shqipërinë, pasi do të ketë më pak tifoz në stadium në ndeshjen që do të zhvillohet në Leskovac. Kjo sfidë do të jetë tepër vendimtare për Shqipërinë, e cila synon vendin e dytë në grupin K kualifikues për të ndërruar botërorin 2026. Megjithatë, do të jetë pikërisht kjo sfidë e cila do të përcaktojë gjithçka se çfarë do të ndodhë me dy kombëtarët sa i përket vendit të dytë në grupin K.